qëndrojmë në këndin e gatimit, sepse kemi dhe recetën numër 2 për t'ju prezantuar në këtë momente dhe pas ëmbëlsirës do të shkojmë te një risotto i shkëlqyer, tek një risotto me presh dhe me djathë brie që do t'jetë një propozim fantastik për këdo që do ta bëni ta shijoj. Për të bërë këtë pjatë, përbërësit që do t'ju duan janë këto 300 gram presh, 250 gram oriz karnaroli, lëng vegetal, 150 gram djathë brie, 50 gram arra të pjekura, gjysmë gote verë e bardhë, krip, piper dhe vaj ulliri. Më thjesht se kaq nuk mund të ishte. Zonja Linda, si do të procedojmë? Jeshtë mirë e bukur. Atëre, fillimisht do të skuqim, preshi do ta grim shumë imë, dhe do ta skuqim me pak fare vaj ulliri. Këtu s'kemi gjalpë, sepse është djathi që do t'japi gjithë shijen, as parmigiano, as është brie që është, do t'japi dhe kremoziteti. Këto do t'i skuqim. Një tigan pa vaj, unë do të skuq të arë, do t'i pjek le të themi një tigan kështu pa ndyrë fare. Ke tenxhera tjetër do ta pjekim orizin, pra pa yndyr edhe këtë, do ta lëm disa minuta që të piqet dhe më pas do ta shuajmë me verë dhe me lëng, perimesh, mishi, çfarë do keni ju dëshirë. Nuk ja hedhur herë pas here. Për t'ja hedhur herë pas here. Fund fare do ta rregullojmë. Do bashkojmë pastaj tek orizi, do të shtojmë preshin, fund fare djathin dhe arrat që i kemi pjekur. Fantastike. Ecim recetën e dytë, shumë e thjeshtë, kam përshtypjen që do t'ju bëj punë në këto ditë festive, kur ju vinë miq për të bërë një gjë speciale. Ju e dini që për shumë kohë është neve po ju japim vetëm receta speciale që do t'ju nderojnë në këto periudha festive, sepse e dim që tani shkoj me vim tek njëri tjetri, Shkoj me vim. Sidomos kur t'na vinë edhe ato ditët e pushimit, nuk është se do ja u hapim derën, se do duam të pushojmë pak megjithatë. Atëre, po vë tiganin dhe do të hedh vaj ulliri, sepse këtu do të skuq preshin, Okej. Të grirë shumë imët preshin. Po i bëj kështu dyshim këtu, edhe këtu. Ta ndesim dhe atë të orizit, apo ka kohë? Edhe mund të vëmë atë, po. Atëre, tek tigan, kjo tenxhere, atëre, do të vëmë. Ta vëmë këtu, thua, okej. Do të edhim oriz, pero kjo duhet të trazohet gjithë kohës, edhe duhet tërës aty, më mirë këtu, Julka. E vëmë këtu ke kjo. Dhe këtu do të skuqim, do ta pjekim më mirë orizin, sepse është pa yndyr. Dakor. Okej, kjo këtu. Gati, jemi gati. Shumë mirë. Ja. Hedhim orizin, dhe do ta pjekim. Pra, nuk ka as një lloj yndyre këtu brenda, është vetëm orizi që duhet pjekur pa kur far yndyre. Normalisht në... Okej. Po na ngrohet. Edhe tigani ku kemi hedhur pak vaj ulliri, po na ngrohen, do të hedhim preshin aty. Preshin do ta skuqim pak, më pas do ta shtojmë ke risotto brenda, kështu që ky do të vazhdoj të zihet aty në bashkë me orizin. Po e rëndësishme është që të pritet shumë imët holl, le të themi, pritet holl në rotka. Tash unë kam zgjedhur ta pjek orizin pa yndyr, ju mund ta skuqni dhe me vaj ulliri, siç e kemi bërë tradicionalisht, po më pëlqen kjo mënyra kështu që piqet, janë këto metodat e reja që mua gjithmonë pëlqen ti përdor. Kështu që edhe këto do vëmë më shumë, se janë çik më shumë se sa dua unë. Kështu që pak minuta do ta pjekim në atë dhe më pas do ta shuajmë me verën. Okej. Pra një metodë ndryshe. Dhe përderisa zonja Linda i sugjeron kështu, unë ju sugjeroj që absolutisht të ndiqni sugjerimet e zonjës Linda. Që ajo e di shumë më mirë se sa ne. I ka provuar, i ka kolauduar të gjitha recetat dhe të gjitha metodat e reja të gatimit. Po, më pëlqej, mësoj gjëra të reja. Kështu që ne shkojmë me sy mbyllur, më i zonjë. Unë e mësoj nga shefa, ja u sjell juve, se kështu shkon kjo punë, nga ato do të mësojmë që janë më të mirët. Ti nga shefat e tu, ne nga shefja jonë e zemrës. Kaq presh do hedhun, Okej. Dhe kemi dhe tani po hedhim që të skuqet
Sepse dhe kuzhina ecën përpara, dalin metoda të reja, E vërtet. pjekje, gatimi dhe gjithmonë duhet është si punë e mjekut që duhet mbetesh i arzhurnuar gjithmonë me metodë, me ilaçe të gjëra të reja dhe kuzhina ka ato të vetat. Dalin metoda të reja, janë më praktike. Tani unë ara do t'i thërmoj këto se dhe më pas dhe këto do t'i skuqën. Po, si jemi aty Ulka? Mirë. Shumë mirë jemi. Po, tash mbas pak Shkëlqyer. ta shoh shushin si grotësi. Mirë. Ta lëmë edhe pak fat. Po, Tash Julka do bëjmë kështu. Orizin do ta kalojmë këtu. Okej. Dhe këtë tiganin do ta kalojmë tuke kjo tjetra sepse këto pak më duan. Tash kjo pothuajse mbaroi domethënë. Shumë mirë. Se presh duke qenë edhe të holl, skuqen me i herë. Pra edhe pak e duhet që të më ngrohet ajo dhe do ta shuaj me verën. Po. Okej. Atë. E ka për pak aty. Shumë mirë. S'ta kap ka gishtin? Dashka tim. Dashka kishte e zonjës Lind. Më njeh mua prandaj. Edhe kjo këtu. Okej, shumë mirë. Të po e lëm këtu me ngrohtësinë se na skuqet vet. Okej. Dhe do të vazhdoj të gri arrat. Do t'i bëj në thërime. Në thërime po të mëdha, sa të mirë ne i kemi arrat nga palma. Nga palma të shkëlqyera. Ardha, sa të mira. Kemi shpëtuar. Se përpara i blet dishin ca zeza, ca të vjetra, ca arome keqe. Fiksa, jo aroma keqe. Aroma e Që vjetër. blie gjithë ato arra edhe të Prishet dilin receta. skandaloze. Po. Vërtet të prishe receta, po mbi të gjitha të prishe dhe mudi. Sigurisht të prishe dhe kuleta se. Tamam. Ti kishe blerë sigurisht nuk mund t'i ktheje dot. Po, tamam. Kështu që kemi rënë rehat edhe juve e keni zgjidhjen tuaj. Mjeni ke palma dhe jeni të qetë që i keni me të vërtet shumë të mira, të shishme. Zonja Linda, Po, ja erdha na unë. duhet edhe një herë gishti yt. Tani unë mbarova erdha këtu unë Julka, vazhdojnë tani këtu? Po. Po, na duhet edhe një herë gishti yt se Po, pra. e voilà. Risotto me presh, me djath bri. Tani do të hedh verën dhe do ta shuaj me verën, ë? Vera duhet jetë e bardhë, Tash i duhet çik me cilësi e shkreta vera Okej. në këtë rast sepse po jo nga ato të ëmblat. jo. Kështu që keni parasysh, duhet jetë e thatë. Seko verë Seko, thati bie. draj. Shihni aty shkruan, pra duhet të jetë një verë e bardhë e thatë. Po. Jo Tani. nga ato për ëmbëlsira. Në momentin që ka avulluar vera, do fillojmë të shtojmë lëngun ton, që mund të jetë, siç thash, mund të jetë lëng perimesh, lëng mi. Unë me perimesh për veten time kam. Perimesh dëshirë, ta shkon ka përshtypjen këtu, mund edhe ta lëm pulën apo mishin se Dhe e trazojmë gjatë gjithë kohës që të na lëshoj atë niseshte. Dhe mbas pak do të shtoj edhe preshin. Jurka, ato tash ara do t'i vëmë ke ky tigan i vogël dhe do t'i mbështesim këtu neve. Do t'i që pjekim. kemi, po, për t'i Dakor. pjekur. Idi këtu ke kjo. Unë ndërkohë vazhdoj këtë përzierjen e orizit. Trazojmë. E ta trazojmë. Trazojmë. Preshin e kemi për gati. Po, preshin e kam i Orizin po, këtë. arat po. Ara do t'i Një pyetje që viti nga publiku. Po, mua nuk ma hanë preshin, ta mund ta bëj me qep, po pastaj squhet Jo. ja. logjikisht. Po edhe me djath. Po e vetëm me djath pastaj. Me djath i bri, jo me presh. Do me dhe me qep, jo nuk rrin. Atëherë, ndërkohë që trazojmë, mund të lexojmë prapë një dy mesazhe? Po, Ina? bani, unë do të qëtoj këtu tash Po. edhe preshit dhe do lë vetëm pak fare ku për ta prezantuar pjatën. Pra shumicën e preshit. Po, do ta edhim këtu ja, këtu. Dhe pjesën tjetër do ta lëm që kur prezantojmë pjatën, kjo na duhet. Ta vëmë. Edhe vazhdojmë zgjedhjen. Okej. akoma. Kjo është procedura. Shteronu lëngu i perimeve, hidh përsëri lëng perimesh. Ju e dini që risotto kështu bëhet. Dhe zonja Lindja nuk është se ka për të shpjeguar në një gjë tani, kështu që mund të shkojmë edhe të lexojmë disa mesazhe që na keni dërguar ju Shumë në pak. shtëpinë tonë .ch. pak, Shumë se pak. s'kemi shumë kohë. Aq. Mirëmëngjes, Linda.
urgjent të hap pasticeri se i bën ëmbëlsirat yll. Sa për kompekajin, më përpara i bënin petët vet, pa reçel, vetëm me arra kakao dhe me 8 vezë për 25 copë. Kjo është receta origjinale e pasticerëve të asaj kohe. Ja, shikon? Bravo. Pra, Shumë bie bukur. poshtë ajo që thash unë në fillim, që ne po e bëjmë origjinale fare. Prap Linda ka futur një gjë të vetën, ka modernizuar. Pak. Çik fare. Pak fare, Okay. përshëndetje për ju nga Prizreni, kjo ëmbëlsirë që nga shumë e mirë, po sikur të përziejmë që nga fillimi të verdhat me të bardhat, pastaj përbërësit e tjerë. Mund ta bësh, pse jo? Mund ta bëj, Po edhe kjo del ashtu. çik i merr më shumë ajër, po. Po të më shkrifët. Mirë me ngjes, ua, çfarë koincidence, edhe unë kam bërë sot kompekaj për ditëlindjen e djalit tim, mbush 32 vjeç, i 100. them mu bëre sa gomari i nashos, dhe një nuze nuk po na sjell. Ja, mamaja tipike shqiptare. Lekon vetëm kohë se kemi darkë, një çik më të rënd sot, festojmë, të keni një javë të bukur edhe shumë të tjera, e të sjell të nusen sa më shpejt o zot. Për të Pyetje gjithë. kam. Për të gjithë Për të gjithë. beqarët. Ja, mamaja tjetër është. Mami tjetër. Kam Ua, dy pyetje. sjell. Kush është Nasho? Nasho është Ishte këtë gomari. dikush që ka një gomar. Gomari na është bërë sa gomari Nasho sot. Dhe një nuse s'po na e sjell. Po pyetja tjetër është, po është 32, mirë është i ri, ç'do do nusen, prit edhe Ka dhe pak. më të vëdhej që s'po e sjellin akoma. Dëgjove ti Geri. E prekëm, Lodhëm duke Gishtin në pritur. plag. Gishtin e në prekëm plag. mu në plag, më duket Linde në këtë Ore, po pjesë. nuk duan të vartohen. Ta mo apo vetëm Lëri kaq? të Jo, ha. kaq, rrimi kaq se s'kemi kohë. Okej. O, Jo, s'kemi zoti kohë. madh. drejt. E, kanë një çik mama të merak të po. tash. Lutem atë djathtin do ma pritin në copa? Ua, da bëj unë apo da bësh ti? Po, më e bëjmë. Okej. Përsa këtu ke ky tigani vogël kanë vënë këto arat, që të më piqen. Si e do nusen djalit Bjonda, Bruna? Jo, unë dua që të më doj djali dhe jam okej. A, kështu thoni ju, po kur ja u do Pastaj- shumë, Jo. kur ja u do shumë Polita. djalin, pastaj thoni pse e do kaq shumë, se unë jam mami, është i imi. Se u lodha duke Jo, jo. dashur unë, ma du të tjerat. Jo, në rregull. Jo, unë jam Të rregull. voçka të voçka, ë? Në kubik, po. Okej, ndërkohë, mos harroni asnjëherë që një ndër produktet kryesore që ne po përdorim, pra janë të dyja, edhe orizi është shumë e rëndësishëm, pa diskutim edhe produktet e tjera janë shumë të rëndësishme, por në këto momente ju rekomandoj gjithmonë që të zgjidhni produkte të cilat janë shqiptare. Në receta sigurisht kemi shumë produkte të mira dhe produktet të cilat janë të shkëlqyera janë edhe produktet e lufrës, të gjitha produktet të cilat janë shqiptare dhe mund t'i përdorni në çdo recetë. Kemi përdorur pafund, nëse doni që të shiheni mirë, merrni produkte të shkëlqyera dhe të sigurta, zgjidhni vetëm lufrën ashtu siç bëjmë ne dhe në fakt në fund të drejtën ashtu siç bëni të gjithë ju. Pastaj merrni çik atë kefirin more se do hani shumë, ai është me probiotike, ja rregullon tretjen, është fantastik, kështu që zgjidhni vetëm lufra. Po. Po një qitë që ky, po s'ka. Po, tani s'ka. Po s'ka gale shi Mirë. bukta I mirë, shumë. i shkëlqyer. Abdesur, e kam shumë qef. i mirë shumë është. Shumë e mirë është, edhe unë e kam shumë qef. Ec nga preku Lëngu kishte krip, tash do ta rregulloj edhe çik për piper. na preku Hedia në plag. Po, Lindën. pra, na e preku tamam, e dihet kuptoj shumë mirë, po ka dhe më të mëdhenj që se kanë sjell akoma. Çu thua gomari i Nasho? Jo, se di është prej, po do ta them tash. Po do ja thot tani, po Tani e të tuti që mami. e mësova. Je bërë sa gomari Neshos. Nasho. Nasho si kishte. E bëri anglisht Po ne. duhet jetë edhe një nesho që duhet ketë i gomar diku në përbotë, Këtë kështu po që. them e neshës. E Neshos, ja zbukuroi një çik. Bëj pak më ndryshe. Okej, Tani. ka ngelur vetëm ta serviri mos gabofsha. Po, tash Julka do ma japësh pak djathin këtu afër të lutem, po. Do ta hedhim djathin. Okej. Tani ky shton kremozitetin. Po. Po lore tani. Oj. Si ky është kështu risotto për qef, ë? Kjo është Do risotto. të shtojmë edhe ara, duke lënë vetëm pak fare këtu që E ha. servir Po që do ta pjatë. bëj. E ha që ç'kemë. Do ta bëj. Do ta bëj ç'kemë. Do ta bëj. Do ta bëjmë. Të risotton do ta bëj, kompekajt jo. Sa i keq. Kaj aty. Ama Ama risotton po. Shumë i vështirë risotton po. Sinqert të pak. Jo, është. Ka një gjë shumë mirë, është shumë e Por ne sinqertë. Jo, ato nuk jemi e bëj. sinqert, kështu që Nuk e bëj, ato është shumë i vështirë. Thot pak do bëj këtë që është më i e thjeshtë. kam bërë pjatën gati unë Julkë, është pjata e bardhë. Ja. Ah, Po kisha bërë një tjetër që e kam këtu, prit.
Ja ku e ke. Ma dhe kjo më pëlqeu, po... okej. Se duket i qike dhe më mirë aty, prandaj. Falni. Ta që ta përzije mirë të që ta kryoj kremozitetin djathi, e kam fikur këtë pjanurën, po vetëm për rrotulloj që të na japi kremozitetin. O, zoti madh. Natyrisht provoni kokron e orizit, ajo është zirë tamam apo jo, se tash ju e dini vetë, s'ka nevojë t'ja u them mu, po... Ne çfarë orizi përdorim? Kanarolin. Kanarolin e Goldin, të utës. Atë, ja. Mirë është. Ja kjo dhe 30 sekonda dhe është gati. Sepse zonjat e dinë që për të bërë risotto duhet oriz karnaroli. Një risotto të mirë, cilësor. Zbëhet me oriz kështu. Ose arborio. Ose edhe arborio është i mirë. Edhe arborio, na rrin domethënë. Zbëhet me basmati për shkak. Jo. Risotto me basmati. Jo, nuk bëhet. Jo. Tani ta hedhim. Pa fryktu lukë të pjatën unë. Se mbase ku dihet, dhe më mirë. O, bo. Për çfarë thu bani? Risotto me basmat. Jo. Ose ta provojmë njerë, të bëjmë ca reseta t'i prishim fare. Pak kemi bërë, po rri tani. Se do na nxjerrë Linda nga studio. Po do ta pastrojmë edhe pak pjatën, do i hedhim edhe pak ara dhe pak presh sipër, po julka i qika ty. Un po di ara nga palma, un po di preshjo nga kashari. Me i goj. Kushë? Shtremët? Pse preshi kasharit është me nam? Po s'po e gjim, po kemi vështirësi. Atëherë edhe pak presh sipër që si thash unë e kisha lënë për ta servir në fund fare. Ta kështu nga pak, se na jep edhe ngjyrë çik pjatës. E një shumë. Ja, ka i stonëve, kjo s'do asgjë tjetër. Edhe jemi okej. Nuk do unë gjiro di vajo? Ja. Jo, se na e prish. Të lumshin duar, Faleminderit, zonja Linda. Kjo është delikate, sepse është vetë djati briqë është delikat, kështu që është... Ashtu delikate duam, ta konsumoj me një gotë verë të bardhë të freskët. Kompekajna që nga fryrë. është fryrë? Do fryrë, apo do kohën e vetë. Po, bëj që të bëhet. E shohin në rrjetet sociale të përfunduar zonjat që janë duke na ndjekur. Mirë, Linda, të lumshin duar zëm. Faleminderit juve. Tani, ne do shkojmë në publicitet. Kur të rikthehemi, do jemi prap këtu. Pra, gjithë programi sot do zhvillohet në këndin e gatimit. Do të na bashkohet Kristianku, e mirënjohura, e dashura, e kemi shumë xhan. Dhe me Krisin do flasim për një produkt i cili është tipik, që është përsheshi. Përsheshi, do bëjmë kulaçin, sepse është sekreti i një përsheshi shumë të mirë. Vetëm pas pak.